Desem që të flasë me të edhe për gjërat të tjera që mbase nuk I ka folur më përpara. Mirëpresim të gjithë Babukën. Shumë mirë. Mirë, që shete? Qati? Mirë zerdhe. Shumë knacive të fritë edhe me të pasë, se me pa ka herë. Faleminderit juve, televizorit juve edhe ty po sa qërit Blerona. Si me qenë me ty. Faleminderit shumë. Prej Brezovicës, a? Po. Që shishte të rego? Për kësharë dhe mirë po besoj që është kretë okej, a? Pa tjetër. Po, si kalove? A kishte shumë njerëz? Edhe pse në ditë qane në tjetë më? Sot ka qenë koha shumë e mirë, fatë mirësisht paga shumë terenet jonë regullu kohën e fundit. Brezovica djetë është paga shumë problem politik, mirë po kohën e fundit ka fillu pak mu regullu. Skijimi, po më duket veç shkon duke ushtu dashnia për ta. A ke pas në I fazë ku për ndonjë situatë jo fort këndshme ose ndonjë lëndim të vogël edhe të është mërzit, sa të fërë? Për ki fjallën skim? Skijimi, po. Jo, unë kom pas kujdes edhe kom shumë kujdes. Edhe pse jom mjaft agresiv si skiator, mirë po kur nuk e shfrytëzoj ma shumë se 70% ato që e di. Më thonë, kom kujdes se e di që edhe I kom po do vjetë edhe po kom kujdes më s'po lëndona. Kom pas kur ras mu lëndu. Unë jom lëndu në kitesurf. Unë jom edhe kitesurfit edhe skimit, mirë po në kitesurf kom pas jom lëndu I kom thy brit, që thojnë. Po kur ka ndodhë kjo? Kjo ka ndodhë para nja 5 viteve, jo, 7 viteve, ma shumë. E kom thy një bri. Nuk e kom thy për shkak që është sport I rrezikshëm, mirë po kom bo, me thonë kom gabu, jom lasdru. Ke bo manovra aty? Jom lasdru edhe kom kuptu që s'bor mu lasdru. A mori shumë kohë, rikëthimi, rikuperimi? Normal, një 3-4 muj. Një 3-4 muj. Apo ma shumë, me thonë gati gjysë viti. Të dyja ti do shumë, Babuk, edhe skijimin edhe kitesurfin. Me tash me zgjedh dhe shnjonën, pra të sezonës verës apo dimrit, kës zgjedh ma për para, skijimin apo kitesurfin? Nuk I kisha nda, është të fështirë shumë, mirë po në fund, nuk... Për pak? Pak është kitesurfi ma I mirë. Pak është ma I mirë. Shkak që dita ma e gjatë, sporti është paka shumë... Kitesurfi është një sport I cili është ka adrenalin, mirë po është edhe si një loj e thmive. Më thonë, ajo është edhe një loj e baletit, ajo është si një... Më thonë, ti mund është veç me qatë parashuten, apo që I thoi përshim nga gjita për para të ashtojnë moderne, jënë me madhësit të ndryshme 5 metra, 7 metra, 4 orin, ati folë 12 metra, 15 metra, mund është me bo figura me to. Adin si thmija që lujnë me gjita, balona që I thoi. E thoi ishim rezigjaja ma heret. Edhe, do më thonë, është një sport I cili edhe nëse nuk kryon adrenalin të shku me dras noje, me dhe musil, me bo back roll, front roll, më mëndej që si trika, mund është në plazh, apo kudo që je në zalë, me lujt me ta, me hup 1 orë, 2 orë dhe me të pastru truni. Në kuptimin, adin që thënë ajo higiena mentale, adin me të pushu truni, mu knash me diqka, më thonë sport magjik. Një ushqem për trurin, a? është, aj që e mësën, ajo është, aj bëhet I varun për ati sportit. Ma mirë me sport se me probleme. E vërtet, që sa ma shumë që I flasim shikuesve të gjithë njerëzve për më marrë me sportin, veç mirë bëjmë. Babuka, sot du me fol pak për jetën tënë, për rukëtimin tënë ndër vite. Po, kur e shë dhe kujton kështu e bujmë një të shpejt të jetës tënde, atë ka ngell diçka me rak, a ke nëj peng kështu, ose nëj pishman? A ke shiu jetën sa duhet? A je I kënaqur me vete? Nuk mendoj që më kam vetë pishman kur gjo, ose thjesht... Unë jem gjithmon I lumë nuk po du me I në drejtim fetar ose diçka, mirë po flasë veç në kuptimi që unë I falendrona Zotit edhe pse se kuptoj, më mundona me kuptu, unë I falendrona Zotit për çdo ditë pse jem qështu. Më të jem shumë I lumë
çka do që bëj. Dhe më thëmë, deri sa unë e mirë me muzikë profesionalisht, jam i angazhu maksimalisht, edhe mira me sportet që cilat muj me thonë që nëse ma kështë ndërpre surfin ose skimin, me mja 100 miliona, unë kësha thonë që po më vjen jeta. Më thonë, nuk më kam betë kur gjohë dhe mendoj që jem shumë i lumëtun edhe me fatë që jem qështu. Nuk këm pas asë njëherë ndonjë mendim me thonë ku adhen qështë se bona që ta, se qasë bona. Sepse, do shta edhe une, qka do që kom bo njetë, me siguri, shikusit, do shta sy interesant, mirë po, une qa do që kom bo njetë, jom e kom bo pëse thjesht vishëm 4 herë. Kom qenë futbaler, kom lujtë futbal, dhe më thonë si thmi, ma dhe kom lujtë në ligë të partë Kosovës, deri në moshën 17 vjeqare, 18, ma dhe kom ndërpre, edhe kom fillu me muzikë. Unë s'kom ditë pëse kom lujtë futbal, unë veç më ka pëlqy. Ma dhe kur kom fillu me muzikë, nuk e di që shkom hi, veç më ka pëlqy. Dhe më thonë, qato që më ka pëlqy... Që mund të ka udheq, ajo ndjenja. Nëse kom fillu më marrë me skem, veç më ka tok interesant, kom thonë qarë kjo... Madje unë kom fillu shumë vonë me skem, në moshën 21 vjeqare kom fillu. Mirë po të më thonë, kur e kom su, kom thonë, wow. E ke zonë hapin. Po, i kom zonë krejt. Po të më thonë që s'm kam bet, nuk isha me thonë që më kam bet diçka... Mirin e ke kalu në pej, kryesisht, a? Jetën po, unë faktikisht kom linë pej, kom jetu krejt jetën ta me gatin pej, që në 25-6 vjetë jetojnë në Prishtinë. Në cilën pjesë të pejës e ke kështu ma nostalgjike dhe sot kur kalon? Pejën e kom nostalgji për jetë. Normalisht, ajo që ka, po më dojmë, unë edhe pse nuk jetojnë pej që 25 vjetë, unë nuk mendoj, nuk besoj që dikush mund me desht pejën ma shumë sune, veç sa unë. Terin qatë nivel, ma shumë ju. E ato pjesë krejt pjesë peja i ka, po më ndoj peja është një qytet, bukuria e pejës, personi që jeton pej nuk mundet me ditë kur është thmi, deri sa nuk vedisohet shumë, sa është mirë peja, po bukuria e pejës qëndron në bjesht e pejës. Edhe normalisht ai qyteti është i vogël, nuk ka ndonjë e bukur. Edhe në ka një qarshit vogël, unë shpinë kom të qarshia gjatë. Na qatë kujton kjo? Kjo dyqani... Na komento pa. Kjo ka qenë dyqani babes temë. Kjo ka qenë dyqani babes temë. Unë e kom pas babën njerin ma të mirë në botë. Edhe unë kur që a kom prish babes temë në kuptimin, pëse ka qenë qatë që i mirë, nga ka prit neve 6 fëmijë, nga ka shkollu krejtve, edhe aj krejt jetën e vetë, e ka hargju për neve. Edhe di që edhe motrat e mija dhe na e dim që kur s'kena mujt mja këthy, as s'kishim mujt mja këthy ato që ka bu baba jam për neve. Për çka ka shërby kjo dyqan? Zruktar, që ajo dritare është dyqani, dhe më thonë, ka qenë dyqani babes tem, kjo dhe më thonë është të qendër qytetit, mja 30 metra në bas kësaj gjindet policia e qendrët qytetit. Të më thonë, në anën tjetër këtu, gjindet është gjindë që të thojnë pazari, kena thonë Loma nga për para. Loma e vjetër e PS, tash është qendra zejtare. Fatkesisht këtë dyqan u shkatru gjatë luftës? Po, kallë. Neve edhe shpia, edhe dyqane, edhe kretë gjatë luftës që më kallë, po mirë mas i kem vetë gjallë. Na që baba është mundu që edhe ty, si djallë hasreti kështu i shpis, edhe motrave me ju dhanë kretë mundësit e mundëshme me u shkollu edhe me u botë të zatë. Baba jam u mundu kretë jetën, të me thonë, na e dim që historia e janë shqiptarëve, sidomos pas luftës 2 botnore, ka qenë dhimbshme, e na s'kemi pas shkolla, nuk kemi pas, na tek në vitin 74, 70 faktikisht, e kemi marrë universitetin, 74-ën e kemi fitu një farë autonomie në kuadrë të Jugoslavisë, edhe jemi vetëdisu edhe baba e me ka pas qëllim që krejt na mu shkollu. Edhe me qenë na dishëm, për të ka qenë kulminacioni i ti edhe na ja kena arrit, faktikisht aja ka arrit se aja na ka jep krejt. Ata e ke thirë Tada, a? Tada. Tada. Se që shkam vetë? Po më pej që shtu i kanë qujtë edhe gjyshrit, edhe baben, dikone kanë thirë bab, të na e kemë thirë Tad.
A di që unë nonën teme e kom thirë nonë, se kom thirë nanë, as mam, as mami, po e kom thirë nonë. Edhe hala gjallë shqyqën, edhe thiri nonë. Edhe kështu që ajo, të se din, ajo është një... Mendoj që edhe ata vetë, qërë nona apo nona qështu diqka është edhe i talirë gjyshja. Po, nona, po... Po qështu diqka. Po du me thonë që kretë këtë janë faktikisht edhe thirje të prindërve shumë të lashta. Për që më në gjyshin tem, babën e nanës, teme e kom thirë babuka, jo veç une, po edhe kretë na. Edhe në basë ti, une e kom tash babuka. Du me thonë, egzistojnë këto emra të prindërve dhe të gjyshverve shumë me qindra vjetë, shumë ma heret janë. Babuka, babën fatkeqësisht e ke humbë vite ma herët. Sa ka qenë e vështirë kalimi i viteve dhe me umësu jeta pa ta? Po njeri, po më dhej nuk mësot kur pa prindër, na e din, po më dhej, ata që jënë pa prindë, ata e din. Ata që janë me prindë se din, është mirë mi avdit që thëjnë kimetin që thëjmë na, mirë po, une ende nuk, une gjithmonë e përjetoj babën që është, nuk e ndjejtë si të vdekur, nuk komendu kur që ka vdek, une e di që sështë, mirë po gjithmonë e kom mendje teme, atë dhe qëtash kur po foli për to e kom mendje. Dhe më thonë, na e kem pasë edhe gjyshin shumë të rëndësishëm, babën e babës teme, edhe ato njëjtë... E ka qenë hoqë, a? Po, a ka qenë hoqë, ka qenë shumë i rëndësishëm, një ndër personalitetet ma të njoftuna dhe ma të rëndësishme Raf Dugagjinit gjyshi ka qenë. Gjyshi jam i ka pajtu mbi 250 gjoqe. Dhe më thonë, ka qenë qasinjeri me karizmen edhe me autoritetin e ti, ato e kanë digju njerëzit dhe kanë falë gjak. Gjoqe, dhe më thonë, baba jam normalisht që është eduku për babës vetë edhe për familjes vetë, edhe për neve ka pas shumë rëndësi në kuptimin kulturor, të karakterit, moralit, edhe jetës, pequ jetës, më të thëmë... Sociale? Më të thëmë, po sociale, po se po, në atë kuptimin, na kem fitu shumë për gjyshit që kemi ditë qëtë shka se ato e kem pas si Google, në atë ku. Dhe më thonë, qëka do që ty të ka desh me ditë e ki pi gjyshin edhe gjyshi e ka ditë. Dhe zëmë, gjyshi jam e ka ditë, unë i kom pas 10 vjetë, 12 vjetë, a i thëjke, si fillon me ju pëlqy ushqimi, a dhe në që të me ta kojtë shumë, ndërprejeni se e një ngi. Ta sot, i shenë për shumicën e rilsave, ata të tregojnë qësh... A dhe në tregojnë të njëjtë i sendë, unë jam të folë 50 vjetë ma heret. Një status në Facebook që pa të shkryt për gjyshin tëndë, edhe faktin e të qenurit hoxh, edhe në atë ko, nuk është se ka, si me thonë, ka imponu ose ushtru presion ndaj fëmijëve... Jo. Për të, sidomos halave tua që ato të mbulohen. Do më thonë, unë e mbajnë mendë kër jënë hek, jo feregjit, po kër jënë hek, që ishin namaz bez. Namaz bez i bardh ka qenë. Do më thonë, ajo diku vitet, në mes viteve 70-a, është Bashkia Fes Islame dhe gjyshi jam ka tërgu që s'ka nevoj më bajtë këto. Unë e mbajnë mendë ata. Do më thonë, religioni në kohën e këta shumica njerëzve që të komunizmit, ku islami apo religioni krishten apo qëfare do s'ka pas shumë të drejta. Ka pas të drejta, mirë po, thjesht vetë o gjallartë në atë kohë, si gjyshi jam, a neve s'na ka imponu kur gjo. Na jemi eduku si familje fetare, sepse e kim pas ato, mirë, po kur në asë një mënyrë nuk na ka përshemull, na ka na mujtë mësë me ngjinu. A i ka pas qef na me ngjinu, po ka thonë nësë s'do një me ngjinu, mësë në gjinanë. Përshemull. Për gjithë shkam një kalon që ju fjek edhe me vendos për vetën e ju. Përshemull mu, kër i kom pas 12 vjetë, 13 vjetë, kër i kom kry faktikisht shkollën fillore, më ka pytë, apo du me shkull me dreze. Të më thonë, e mbajnë menë si sot, qësh më ka pytë, a kishe pas që me shkull me dreze? Unë këmë thonë jo. Okej. Që ka që ka zgjo? A i ka pas qef se gjyshi jam i ka pas, ata kanë qenë nën vlazën, edhe kretë kanë qenë hoxalarë.
edhe gjyshin e ka pas, edhe babën e ka pas e gjallar, edhe ndërsa ka pas shef dikush me vardhu mirë, po rrethonat kanë ndryshu, na e dim shumë mirë pse, tash s'kena komi mi skjaru krejt. Ishtë do me thonë, gjyshi në ka jep jo veç mu, po edhe gjithve edhe hallat e mija kanë qenë të shkollume, edhe të lira në kuptimin social, jo ashtu të mbyll me... Ajo ka qenë një farë lirije, muj me thonë gati absolute. Motrat, babuka, ti i vogli i shpisa? Unë i 4, ti kom edhe 2 motra ma të vogla dhe 3 ma të mëdhaja. Që shka qenë 5 motra e kom, edhe unë jam një djallë. Me urit me 5 motra, që shka qenë për ty? Shumë mirë. Ke qenë ma i lastumi, apo a i vau që ju delë në krah edhe... Po amërsisht, të më thonë, edhe nona jame ka qenë ajo e cila e kam bajsh shpinë të na. Mirë, po na e kem... Shumë kam pas rëndësi motrat në familjet të na, e sidomos për mu, motra e madhe, Besa, edhe Arjeta, mirë, po Besa ka qenë shumë e angazhume me mu. Edhe fala sej, unë pa vetë di e kom kryu stil, edhe kom kryu vetë besim, edhe qka do që ka ndodhë, ajo, më vonë e kom marrë vesh, do më tonë, më ka desh më rritë me kuptu, se unë shkësha në shkollë, klasë parë, 2, 3, 4, edhe e vrejsha që jam i veshur ma ndryshe. E di që unë të që më vesh ashtu, ka ka vesh më motra. Në këtën se ti kur fëmin... Ka instalu këtë loj stili, Edhe ajo ka qenë edhe ropa qep, se dhe më thonë veshke edhe shkësha në shkollën e si bëll që të ishim. Qas ka pas për merak një vla mo. Që që keni raportet sot, ku janë ato në përbot, a janë... Motra të kretë jashtë. Kretë jashtë? Në Kanadë, 2 motra i kom Kanadë, një e kom New York, një e kom Suedi, një e kom Londër, 5 atë janë dhe më thonë jashtë. Të kanë lëmë vetë. Pa jo, pa ato gjithë kush e ka atë jetën. Kjo kretë kanë ndodhë në korat ma të fështira kur kanë qenë. Kretë kanë shku në korat, se ato kanë 2 motrat e mija të mëdhaja, ato kanë punu në komunë të PS, njëna ka qenë në sektorin e jurisprudencës kryesorja në komunë, për urbanizëm, sidomos, tjetra ka qenë për sektorin e bujqësis, agronomisë, se kanë qenë, patën kry fakultetet, që thash babem, edhe kur i kanë kry, jo në punë shumë komunë, edhe i kanë qitë pi punës. Edhe kur i kanë qitë pi punës, se cilën ata kanë shku jashtë, se s'kanë... Cilën ka më shumë t'i koqës e këta ku? Cilën s'motër, se kom, do më thonë, njënën për tëre se kom taku 22 vjetë. 22 vjetë? Se ka shumë. Qashtu ka ndodhë, ajo e tonë Kanadë, ka ardhë veç 2 herë, njerë kur ka ardhë e kom taku në 2002-ën, 2003-ën, edhe do më thonë 23 vjetë për vjenë, edhe njerë ka ardhë, unë s'kom qenë në Kosovë. Ka qenë shumë vite. Jeta qenë ka qështu, s'kem qa me bu, po më dhe krejt nga të Kosovës, shqiptarë të Kosovës e kanë fatkesisht fatin e njejtë, se na odeshtë më shku krejt me një farë mënyrë me mbjetu në për Evropë. Orë të dhimshme, njerë të shkojnë, një me në basë një 10 viteve arin, mirë po 10 vite i hupin të vujt, të hek, të punu shumë punë të fështira, po flasë për diasporën tonë, unë e di që thash, se unë në kohën e fundit, po jam shpesh në Zvicër, në Gjermani, në Londër, kesh para një ove erda, me koncerte. Edhe ta shko me shku prapë në Zvicër, prapë në qëtu... Çfarë energjie po t'japin shqiptarët që jetojnë? Shumë dina, shumë kap nostalgjia, shumë dina dhimshëm. Për shembull, qëtash që i kesh në Londër para me 17 shkurt. Kem me 16, 17, 18 shkurt, kem në... Ke për ditën e pavarësisë bënë muzikë për ambasadën e Kosovës në Britani. Edhe po ata rast, të më thonë, mi taku shumë misën e shqiptarëve atët, se për ata edhe bënë muzikë. Por shumë interesant, unë nuk jam asi patriotët që kom qef me shprej patriotizmin për Facebook. Edhe me thonë, urime, pavarësia, na, kështu. Ato e mbajnë veti shumë, adin. Mirë po kur shkova në Londër, për 2 ditë, plesa,
edhe urime, pavarësia Kosovë në Facebook, dhe me u bona me njerë, është shishat, ajo një gazep, krejt njerë që jetojnë, krejt shqiptarë të Kosovës. Bushesh me qatë mallin ta transportojnë. Ata kanë mall, nuk e di njerë se qëfar malli dhimshëm është taj. Adhe njeri duhet me shku atje, me punu, me provu, edhe qaj mallë, edhe s'kanë faj njerët që knojnë gurbet i zi. Adhin, urës në digjojmë asi muzike mirë, po ka njerë kër i analizoj tekstet e të kongve që i knojnë për shemull Sinanit, për gurbet, ose diçka, e me qilu në gurbet, një me njerin e prek shumë. Godasin. Kështu që me të drejt mërziten kër i dëgjojnë, edhe me të drejt mezi e presin një periud vitit për me arë në vendin edhe shpiteve. Ata kanë, edhe motrat e mija vinë, po ato janë shumë të integrume atje, po me gjithë atë vinë, njerën vjetë, njerën 5 vjetë, Kanadë, në Amerikë, diçka. Po, ato më largë. Edhe nana më duket ka shku në Amerikë tash, në Kanadë. Nana u këthy që tash për Londres, nana jam e ka jetu në Kanadë, shumë të motrat e mija ka shku shpesh, që ashtu, do më thonë, fatë mirësirë që na, edhe fatë mirësirë që ajo ka mujtë mu integrua atje edhe me qenë... Me gjithë vetën. Me gjithë vetën atje. Ajo gjindë shumë mirë, edhe në gjithmonë e pëtë shta, non që më se mërzit, jo, më në shumë mirë o këtu. Ati do më thonë, ajo nuk e ka pas fështirë. Edhe pse unë e mendoj që e ka pas fështirë, po edhe ajo zdojnë me që nona jame. Me të mërzit. Zdojnë me të baba, nuk dojnë me të prekë. Baba ka qenë me të vërtet, që nona kur ka qenë e renë, shpiton, në pej, në të kohë me lulle shumë, për para i kam pas oboret me lulle. Ta, kërë në martu baba me nonën. Një dashuri prej së cilës jeni ju sot, motrat edhe ju. Kur folem për muzikën edhe më përmende këto koncertet, një kohë krejt tjetër sot e muzikës, e tregut muzikor në vend, dalim prej ato që e ka shiu edhe vetë babuka dikur, ku paragjykimet kanë qenë shumë më të mdha, është pa shumë ndryshe stili i babukës, besa mund t'jesh përballë edhe me plot komente edhe sy më sy për pas në të shkruar, se më pak ka pas këso Facebook-e, këso Instagram-e. Gjithë këtë tranzicion, a të bëndë një herë të nalesh edhe me qesh kështu, me qa ke përjetu, me që je prej generatës që i ke përjetu, ato pak artist në skenë, pak prurje, e tanin një vrulli madh i kongve, besa po bujnë kongë edhe ata që s'janë njerëz hiç, po përmes inteligencës artificiale. Muzika është business. Dhe më thonë, në periudën kër kom fillu unë, muzika ka qenë një dëshirë të cilën ti e donë edhe e banë pa kalkulu në kuptimin material. Sepse ti e donë edhe e banë grupet, jënë formu. Dhe më thonë, zhvillimi i muzikës moderne, përquj evropiane, cila ka ardhë në Kosovë, ka fillu 60-a, 70-a, shumë pak, mirë po bumin e ka pas për vitit 1980-81, deri në 89-ën, kër unë byllë Radio Prishtina në atë kohë, o qujtë Radio Prishtina, sot Radio Kosova, TV Kosova, dhe më thonë, ka pas një zhvillim shumë të madhë grupe, ka pas shumë grupe, mirë po grupet nuk ka qenë qëllimi asë një grupit me marë pare, si me thonë, material, mirë po ka qenë kulturor, në këtë rast, mu i me thonë, unë jem qëkë. Në atë ko, o ledzu, edhe njerëzit kam pas dëshirë me qenë me kohën, edhe kriteri për me qenë njeri suksetshëm ka qenë me ditë, për shemë në muzikë, ose me ditë i shkollu me qenë, me folë për libra, për artë, më dhënë kriteri në atë ko, sepse atër në atë ko na nuk e kem pas, une një parë farmerë ka i kom vesh, dhe që që në qky, ma ndej edhe pak e kom kep, një 3 vjetë një parë farmerë ka i kom vesh, s'ke na pas në shumë farmerë ka. Edhe pse ka pas, një Jugoslavi, ki pas Adidas, ki pas Puma, ato e më prodhu këtu. Andaj fillu me vesh Adidas. A përdi për neve Adidas nuk ka qenë qaq trendi ajo. Dhe me thonë, nuk i pas shumë mundësiti mu dëshmu me tesha, po je dëshmu me mend, edhe me kulturë. Dhe me thonë, nëse ti ki një grup, ti je dikush. Ajo ka qenë faktikisht kriter i nalt i dikuj. A ju në rritë këto kritere, apo ku që ndrojmë sa? Jo, tash është
tash qaj që bon muzik e fiton pare, faktikisht aj mendon që ka kriter. Edhe shëqëria janë e shaj ato si kriter dhe me që kjo është qaj. Standardi vendosën prej veç shoqënisë. Sepse ti mundesh me 90% e muzikës të na që o të sot, ajo është shumë e vëbek në kuptimin muzikor. Po tash, unë që jam të thonë, e di që 90% e njerëzve kanë thonë që të folë kë që është. Na që e njojë muzikën, aty shumë pak ka harmoni, shumë pak ka melodi, shumë pak ka tekst. Do më thonë, shumë pak ka aranjman, shumë pak ka produksion. Edhe pse sot produksioni ka arrit shumë, sepse teknologjia ka arrit me regullu. Mirë po, shumë pak harmoni, shumë pak melodi, shumë pak tekst, edhe ka nga buhet hit, një spot, një të shtyme në për portale, do pare, do televizioneve, dhe buhen do kongë dhe njerëzit mirë po, që ato përshojnë si kriter. Se nuk ka muzikë, për shemull, hajde për marim shemull, shumë pak ka rock and roll të na. Hard rock muzik, rock and roll, shumë pak ka pop muzik, ka pak soul, po ka ma shumë hip hop. Ajo është trend, njerëzit e ndigjojnë një send që është trend, shkojnë e pinë Coca-Colën, kjo është si Coca-Cola. Një par trendi botror. Po du me thonë që na që mire me muzik, unë e mire me muzik mbi 40 vjetë. Edhe ditën atë e studioj muzikën, edhe pse e kumë studiu, edhe halo studioj, shtroj, non-stop, na kemi kriteret tjera kër flasim për muzikët. Edhe normalisht që nuk i rdesh me në ndigju neve, me thonë që kjo zvynë, që kjo vynë. Absolutisht. Mirë po, sot dalimi me asaj kohë, edhe kësaj kohë, orë që në atë kohë, njerëzit e kanë bo muzikën. Sot e bojnë kompjuterat. Qa do me thonë kompjuterat? Orë një producent që rinë para një kompjuterit, i ka samplat, i merë që ato modelet e dramsetave, i merë modelet e harmonive, aty këtu ndërshta e prek një akord, se as ndërshta edhe s'din mirë, miro pianos, që shishdesht miro, po o mësu diqka. Kryesisht punojnë me programe të gachme, edhe bojnë një kongë, këbedap, diqka bojnë, edhe këta, e aqesin i të ti mu s'më të dënë, ti diqka, edhe këta thojnë, qar kongë. Edhe i merë kongë 10 milion, babu. Edhe i merë 10 milion, e merë një kangtare, për shemull të mirë. Pra po thëmë, nuk e kom fjallën, për ka një 10% të na shumë i mirë. Jo, s'poj, për gjithë Për shemull, Dafina Zeqiri është kangtare e mirë, ati s'kena, sidomos koncertin e fundit që e boni, ken koncert, Limani është kangtare i mirë. Pa dyshim, ka melodi, ka harmoni. Mirë po, ta e në visë një 10%. Përqindja tjetër, ka dhe tjerë të mirë. Po këto të inteligencës artificiale, ta kam pa një koment në Instagram për këtë vajzën e këngëtarën e re në tregun tonë, Bora, që po shpërndahet gjithandej, deri sa u kuptua që është e kryuar me inteligencë artificiale. Dhe plot njerëz është hap ky debati që edhe një ditë gjitha këngët do të jenë kështu të krijuar edhe do të zaventsohen prej pikërisht inteligencës artificiale. Ky është komenti që mu më boni shumë përshtypje që i kishë shkruajt. Fakt, muzika kryesisht, nëse flasim të na, po edhe më botë, mirë këmë thonë 90% është hala ma shumë. Kryesisht botë me, dhe më thonë, dramsat janë kompjuterik, që janë semplume, janë të marme prej, dhe më thonë, nuk është drameri aty, nuk është gitaristi aty. Dhe më thonë, rallë ka ndë një kongë, e cila është e bo me së paku me 50% me instrumentet gjalla. Krejt janë instrumentet të cilat i marin prej elektronikës. Kjo faktikisht ti veç i jenë lojt. Nuk janë të gjizume duke u lujt. Gati i bjenë si në AI, në inteligencën artificiale. Mirë po tash inteligencë artificiale, për bënd të njëtin sen, që këta e bojnë këtu, po ajo ka qëtë shumë bagaj. Ka ma shumë bagaj se këtë që jo këtu si producent. Ndash në kuptimin e produksionit, ndash në kuptimin e teksteve, ndash në kuptimin se ajo i merë melodit për shumë kongve, edhe
i kombinon, të më thonë, me që ato algoritme që i ka. Ti e thush, bëma mu kongën dhimshme, po në bas një kohë, bëma të gëzushme. Dhe më thonë, përfundimin, bëma happy. Ama nisja në kalon, ma ndej mu ka këthy. Edhe a i tash i merë pri krejt, edhe i kombinon. Nuk mendoj që diçka këtë, se na duhet me kalu në këtë kohë, edhe na... Edhe mi ashtu të mirën që na jep edhe kjo puna e inteligencës artificiale. Mos me përdor për keq. Është interesant, tash ti kur e ndigjon një kongë, që e din që është e bome me inteligencë artificiale, mandej mësohesh, jam mëson edhe tripin, faktikisht jam mëson qysh ajo po funksionon, se njeri është qenja ma e... Të më thonë, truli njerit është jo zbulimi, më së thëmë, po i kryum që ashtu që është e pa besushme që është. Edhe na mundem bas një kohë me vrejt. Unë e vrej me njerë e vrej. Me pak, me 20 kongë që i kom digju, tash e di, a është inteligencë artificiale me njerë e di. E vën dalimin. Me njerë e di. Babuka, më kanë betë shumë tema dhe pyetje tjera. Kështu na ndodhë gjithmonë sa herë takohemi, prej bashkëbisedimit ti për të këndshëm. Po më shkojnë minutat, e kam Arbrin këtu, me kitarë ose me piano, nuk e di që a vendos me lujtë, se hala nuk e kemi zavendësu me inteligencë artificiale Arbrin, dhe nuk do ta zavendësojmë. Faleminderit shumë që mirë dhe sot. Nësi që takova dhe që bom gjithë këtë bashkëbisedim. Faleminderit. Arber, po a për ty natën nga unë